Presidenti serb Aleksandar Vučić bëri një ulje të paplanifikuar në Baku të Azerbajxhanit, ndërsa ishte duke udhëtuar për në Moskë në paradën e ditës së fitores. Ndalesa e papritur ju atribua tensioneve në rritje dhe operacioneve ushtarake në Evropën lindore, të cilat e bën fluturimin e pasigurt, siç raportoi portali serb Informer. Situata rreth fluturimit të Vučićit u ndërlikua nga kufizimet e vendosura nga vendet fshinje, si Letonia ashtu edhe Lituania, i kishin mohuar më parë avionit të Vučićit aksesin në hapësirën e tyre ajrore, duke përmendur ndjeshmërinë politike të qëllimit të fluturimit. Autoritetet lituaneze shpjeguan se refuzimi ishte për shkak të rrethanave teknike dhe diplomatike, duke i ndërlikuar më tej planet e udhëtimit të Vučićit. Sipas gazetës serbe Blic, avioni i Vučićit nuk mundi të vazhdonte udhëtimin e tij për në Moskë për shkak të sulmeve të vazhdueshme me dron dhe funksionimit të sistemeve të mbrojtjes ajrore në rajon. Raportohet se avioni po priste lejet e nevojshme për të rifilluar fluturimin e tij në kryeqytetin rus. Pavarësisht uljes emergjente, ambasada serbe konfirmoi për TASS se vizita e Vučićit në Moskë vijoi sipas orarit. Raportet nga aeroporti i Bakus treguan se pas ndalesës së shkurtër, avioni i Vučićit u nis me sukses për në Moskë, ku ai do të marrë pjesë në festimet e 80 vjetorit të ditës së fitores, më 9 maj 2025. Në sfondin e këtij incidenti, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i kishte këshilluar më parë udhëheqësit botëror të mos merrnin pjesë në festimet në Moskë, duke përmendur shqetësime sigurie. Deklarata e Zelenskit theksoi konfliktin e vazhdueshëm dhe rreziqet e mundshme që lidhen me ngjarjen, duke vënë në dukje ne zgjedhin pika të tilla të vështira për Rusinë që do të nxisin Moskën drejt diplomacisë. Ata duhet të shqetësohen se kjo luftë vazhdon. Ata duhet të përfundojnë luftën. Ndërsa avioni i Vučićit po udhëtonte drejt Moskës, u raportua se kufizimet në udhëtimet ajrore kishin ndikuar rënd edhe në fluturimet e tjera. Gjatë ditës së kaluar, aeroportet e Moskës kishin pezulluar vazhdimisht pritjen dhe nisjen e avionëve për shkak të situatës së shtuar të sigurisë, duke rezultuar në anulimin e 10 fluturimeve. Shoqata e operatorëve turistik të Rusisë vlerësoi se të paktën 60.000 pasagjerë prekën, duke prishur oraret e afërsisht 350 fluturimeve. Në kontekstin e festimeve të ditës së fitores, Kremlini ka shprehur pakënaqësinë e tij në lidhje me kufizimet e hapësirës ajrore të vendosura nga vendet fshinje, duke i etiketuar veprimet e tyre si një politikë absurde të mbushur me rusofobi. Dmitry Peskov, zëdhënësi i Kremlinit, theksoi tensionet në rritje brenda Bashkimit Evropian në lidhje me këto çështje. Ndërsa afrohet data e paradës së ditës së fitores, Kremlini ka njoftuar se pritet të marrin pjesë disa udhëheqës të huaj, përfshirë Xi Jinping, kryetarin e Republikës Popullore të Kinës. Yuri Ushakov, një ndihmës i presidentit të Rusisë, tregoi se 29 udhëheqës të huaj kishin konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, duke nënvizuar rëndësinë e ngjarjes në skenën ndërkombëtare. Udhëtimi i presidentit Vučić në Moskë ka qenë i mbushur me sfida, nga mohimet e hapësirës ajrore deri te kërcënimet e sigurisë. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar vazhdimisht se nuk do të shohë me sy të mirë veprime të tilla nga shtetet anëtare ose vendet kandidate, gjë që Serbia ka qenë që nga viti 2012. Marrëdhëniet me Rusinë nuk mund të vazhdojnë si zakonisht, tha javën e kaluar zëdhënësi i Komisionit Evropian Markus Lamert, duke ju referuar pushtimit të Ukrainës nga Moska, po ai nuk pranoi të spekulonte mbi ndonjë pasojë. Kjo i ka lënë hapësirë manovrim Vučićit, të cilin Putini e nderoi me një çmim të lartë në vitin 2019 për promovimin e lidhjes midis vendeve. Vučić, i cili ka qenë në pushtet që nga viti 2012, priti ambasadorin rus të mërkurën para nisjes së tij për në Moskë, i ndjekur menjëherë nga ambasadori britanik, vetëm disa ditë pas një vizite në Shtetet e Bashkuara. Vendi ballkanik ka mbajtur prej kohësh lidhje të ngushta me Rusinë dhe një mospëlqim të përbashkët ndaj NATO-s, që nga bombardimet e luftës në Kosovë në vitin 1999, që kur trupat ruse pushtuan Ukrainën në shkurt të vitit 2022, Beogradi ka ruajtur marrëdhënie me Moskën dhe nuk ka vendosur sanksione, megjithatë ka mbështetur rezolutat e OKB-s kundër saj. Mbajtja e marrëdhënieve të mira me Putinin, pa humbur favorin e BE-s, është një nga shtyllat e politikës së jashtme të Vučićit, dhe nëse ai ka qenë më i kujdesshëm vitet e fundit, tha Florian Bieber. Bëhet fjalë gjithashtu për kalibrimin e intensitetit të marrëdhënies së Serbisë me Evropën, tha Erik Gordi, i cili e krahasoi qasjen e Vučićit me atë të ish presidentit jugosllav Josip Broz Tito. Nga ana ruse, të kesh vendin me ekonominë më të madhe në mes të Ballkanit është një levë shumë e rëndësishme, jo për të ndikuar drejt për drejt, por thjesht për të qenë i pranishëm, për të provokuar, instrumentalizuar ose për të minuar projektet e BE-s, tha Nemanja Todorović Stiplia, nga grupi i ekspertëve Qendra për Politikë Bashkohore me sedi në Beograd.